Në mungesë të një objekti shkollor në Vizbek, ky moshuar me biçikletën e tij çdo ditë bën disa kilometra rrugë deri në Shutk për t'i sjellë mbesat e tij në shkollë. Për ditë me biciklën çashtu. Pi ku vjen? Pi Vizbekit këtu. Vizbek këtu. Se sa vjeç që shto vjen për ditë? Po që 15 vjet këtu janë këtu. Për ditë janë këtu. A duhet me pas shkollë në Vizbek? Po duhet, da nisën kurse më, kurrë e lanë kështu. Veç ja prishën ato temelet, asoj shka i kish lop të herifi. Disa prind thonë se kanë humbur edhe vendet e punës si pasojë e angazhimeve të përditshme për t'i dërguar fëmijët në shkollë dhe kthyer pas mësimit në shtëpi. Pi punës do të me dalë, me ardhë, me marrë fëmijën, ka shansë edhe puna të kina hu për shkak i kësaj. Nxënësit kanë një dëshirë, duan shkollë. A lodhësh të hecë për ditë shpesh shkolla, e ki shkollën larg? Po, e kam shkollën larg dhe sa herë unë kur heci ka baltë dhe unë po duhet të të ndryshim këtu një shkollë. Rreth 500 filloristë nga lagja Vizbek mësimin e ndjekin në shkollën fillore 26 Korriku në Shutk të Shkupit. Kjo sipas drejtorit Driton Ganiu rëndon procesin mësimor, por nxënësit nuk mund t'i lënë në rrugë. Nuk kanë zgjidhje tjetër, domethënë janë fëmijë të kësaj lagjës dhe shkolla më e afërt që është këtu, është shkolla jonë dhe është e vërtetë se ngarkojnë, po tash nëse nuk kanë zgjidhje tjetër, patjetër se duhet mi pranu. Për zgjidhjen e problemit, banorët e Vizbekut madje kanë dhënë edhe tokën e tyre. Ne kemi dhënë në për shkollën, edhe kam pas një farë objekte atje e kam prishun, e kam liru që një vjet tu menu se po ndërtohet. E mos ka kur gjote i tash. Kitruall është ndarë për të ndërtuar shkollë të re për nxënësit nga Vizbeku. Megjithëse qeveria javë më parë e miratoi vendimin për shpronësimin e tokës, të cilën e kanë ndarë disa banorë të këtij rajoni. Asnjë gur nuk është lëvizur nga ky vend, që do të jepte indikacione se qeveria seriozisht po merret me ndërtimin e objektit të ri shkollor, që do të zgjidhte problemin disa vjeçar të nxënësve nga Vizbeku, të cilët me kilometra ecin në këmbë për të ndjekur procesin edukativ arsimor në Shutk. Premtimi për shkollën në Vizbek është dhënë ndër vite, kryesisht nga partitë në pushtet. Madje ky premtim akoma rezulton në programin qeveritar të LSDM-s, si dhe programin lokal të komunës së Butelit. Kreu i komunës së Butelit Velimir Smilevski thotë se vonesat janë shkaktuar si pasojë e mosmarrëveshjes mes komunës dhe banorëve për shfrytëzimin e tokës. Paraprakisht është vendosur rrjeti i kanalizimit dhe ujësjellësit, si dhe në marrëveshje me banorët, është zgjeruar rruga që çon deri te vendi i parapar për shkollë fillore. Së fundi Ministria e Transportit dhe Lidhjeve ka përfunduar dokumentacionin e nevojshëm nga procedura e shpronësimit dhe deri tek vendimi i cili i hap rrugën shkollës së re. Sa i takon realizimit të projektit, besoj që edhe Komuna e Butelit, edhe Ministria e Arsimit, që siç veproi Ministria e Transportit në mënyrë shumë efikase që veproi për këtë çështje, besoj që edhe Ministria e Arsimit dhe Komuna e Butelit të njëjtën çështje do të veprojë. Ndërsa kreu i Butelit Smilevski thotë se tenderimi do të hapet në prill, ndërsa punimet do të fillojnë në Korrek. Se nadam дека за много бързо време во април месец ќе се почне со тендирањето, затоа што Министерството го има објектот, има спецификации и за брзо време ќе биде ова тендирањето за изградба на училиште. А не, јас сум уверен дека јули ќе почнеме по сите стандарди. Edhe nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës thonë se kanë përcaktuar projektin mbi të cilin duhet ndërtuar objekti i ri shkollor në lagjen Vizbek të Shkupit.